Prej 80 shtëpiave sot banojnë vetëm 2-3 familje. Tani thujnë po dalin gjinja jashtë, ka njëherë menoj do të më nis natën me ikë. Edhe këshirë në çfarë rrugë, na për çet rrugë, kalojnë 2-3 familje, domethënë me kere. Domethënë krejt fshati gjatë kësaj rrugë janë që çështu e kalon komuna, çysh shefni. Jena dal me ka 2-3 orë si çdo familje pe këtu që janë dalë. Në për qytete, kena lon këtu ka 5-6 hektar. Komuna gjithë po thotë që s'ka kërkush për çam javë rrugën, që kanë braktisë fshatin edhe s'ka ndërhyj komuna kurrë. Para lufte 80 shtëpi, tash 2-3 shtëpi s'kan mbet. Rrugë s'kan pas asgjysh me ndërtu shkaku i rrugës, asgjysh me investu. Miqtemi dashur, përshëndetje prej meje Lauretës. Na sot terrenin e kemi në fshatin Tërsten të komunës së Mitrovicës, ku na pret Selim Hajdini, i cili ka më na fol pak më shumë për këtë fshat. Ky fshat është një prej fshatrave më të bukura në rajonin e Shalës Bajgorës, por që është krejtësisht i braktisur nga banorët e këtij fshati për shkak të mungesës së kushteve elementare edhe kryesisht asfaltimit të rrugës. Kena me shku me fol bashkë me Selimin edhe ai ka me na fol pak më tepër edhe më me detaje pse kanë shukat shumë këtë vend. Prej 80 shtëpiave sot banojnë vetëm 2-3 familje në këtë fshat super të bukur. Shkojmë të takojmë Selimin edhe të shohim çka ka për më na thonë. Selim, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirë se ju kena gjithë. Fshatin Tërsten, qysh e kanë thujt tash së fundmi fshati Moze, për shkak arsyeve ndryshme që kanë braktisë fshatin edhe s'ka ndërhyj komuna kurrë. Domethënë duke qenë para lufte 80 shtëpi, tash 2-3 shtëpi s'ka mbet. Kjo ka mbet vetë si në heshtje kështu. Komuna na kalon mbrapa shumë. Kjo është Tërsteni, sherif Tërstenës, jeton Tërstenës, dëshmorëve dhe luftetarëve, Idris Aslanit, Bontrit i Merit, e shumë të tjerëve që janë me emra kështu të lartë. Edhe komuna e Mitrovicës na kalon si me premtime, jo këtu këtë mandat, domethënë pa rrugë, pa investime, pa shkollë, pa shumë çka, domethënë pa gjëra elementare thjesht. Kështu që vazhdojmë edhe tjera gjerime. Ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë për na. Shumë edhe ty që ke nda kohë me bashkëbisedu me neve, më na fol pak më shumë për Tërstenin, edhe pse u braktis në mos kaq të madhe, domethënë prej banorëve të këtij fshati. Si pasojë rrugës, domethënë krejtësisht e kanë lëshu se rrugë s'kan pas asgjysh me ndërtu shkaku i rrugës, asgjysh me investu, asgjysh shumë rrallë edhe vinë ka, arsyeja se problem për rrugë, dimnit ma heq, domethënë s'ka shumë se heq me depërtu. Domethënë gjithë fshati është i pa asfaltuar. I pa asfaltuar është. Një pjesë është andej, një pjesë ka qysh ka nej, Tërstenës është pak asfaltuar, dhe ata kanë shuar se është shumë e papërshtatshme, domethënë. Veçi kryesisht është e pa investuar, domethënë e pa ndihmë nga komuna. Edhe ti nuk jeton këtu apo? Jo, na jena dal me ka 2-3 orë si çdo familje pe këtu që janë dalë. Në për qytete kena lënë këtu ka 5-6 hektar. Edhe do me thonë që atje nuk e parashej jetën më zhvillu ashtu qysh kena qef, e qysh jena konë të integrum këtu, qysh më integru atje me 2-3 orë, për shumë kështë të këtë hapësirë të madhe, për shumë me ka 5-6 hektar. Se cili ishtë dalë me investu diçka, po arsyet janë se komuna nuk na ka mbështet. Me të pak këten me rrugë. Veç i ka pas interesat për vota, interesat e mandatet veta edhe kështu që na kanë lënë më. Domethënë premtime sa herë ka ardhur. Çdo mandat kena me dal tash, do zhavurë pak do na grymi dikon diçka kurrë. Kështu si po vjen shi, po i çon gjitha. Po shkatron. Po. Okej, se Selim na këna me vazhdo edhe pak më shumë pjesë të tjera të shohim. Po, patjetër vazhdojmë. Faleminderit. Selim, domethënë këtu kanë qenë edhe pronat e juja. Po. Që janë djegë domethënë gjatë kohës luftës apo? Po, gjatë luftës tonë kanë kallë gjitha, domethënë edhe një konë qëtu për këna hiq me bagerë, këna hiq këtu për shkak të rrugës këna zgjuar. Këtu këna pas odën, shtëpia, baninit këna krejt na i patën kallë këtu. Edhe këtë migjës këtu, veç që ka tërhiq ai. Edhe domethënë që tu na kena jetu, u konë fshat i mirë, ka pas shumë banorë. Edhe shumë interesant ashtu prej asaj. Kena jetu shumë mirë, këtu kena pas gjitha, kena pas pemë shumë, mal, tokë, gjitha. Me blektori këtu fshati ma shumë mirë me blektori.
Po, do me thonë të shtena... Ja kanë dalë, adin, vjen konë shumë stabilizum, shumë të relaksum. Tash, në për qytete, në për rrallë shihun, për para këna njoftë edhe nipe e mese, tash se një kushëri e ki, se një, jo jashtë, jo në për qytet, dikush Mitrovic, dikush Vështret Prishtinë. E qyshe kujton Selim atë kohën kur keni jetu këtu në këtë fshat? Po neve që na konë këtu, që na konë me fshat, neve ajo na kam bejt, që e ku na kam bejt, se tash kështu që na dalë në për qytetën e për po, tash një pjesë jashtë, një pjesë jena shkip në për qytete ndryshme, në për punë ndryshme, kështu që në fshat jena një shumë ma mirë, jena konë ma të relaksum, ma të ofër njoni tjetrit, tash kështu që... Si pasoj ka qenë krejt rruga, dhe me thonë se me konë rruga, këtu ki investu gjithë njoni ka pak, edhe po me rrugi kena shumë punë të keq. Shkolla është e dëmtume, s'ka rrim, s'ka uj, s'ka infrastrukturë për shumë, edhe shumë lagje jenë pa rrugë, pa hyjnë, kështu pa. Tash kemi shumë e këshyrë edhe shkollën edhe kryesisht rrugën për cilën po flasim, se Tërstina një vend shumë i bukur. Shumë vend i mirë është. Edhe ka pas shumë banor, po jeni detyru me lënë këtë vend për shkak të mungesës së kushteve. Po, si pasojë rrugës kryesisht. Po, do me thonë asfaltimi rrugës ju është premtu juve që sa vjetë edhe... Gjithë kanë premtu Komuna Mitrovicës, se na jena me Komunë Mitrovicës, po në realitet nuk kanë ndërmarrë kurrë për këtë pjesë, krejt fshati është pushtë, të 10 shtëpi, do me thonë që jenë konë para lufte. Krejt është e braktis, ka shumë lagje, sa që s'munësh edhe kom me dalë, si me kerru se me... Sidomos gjatë kohës dimrit, besoj vështirësohet ala ma shumë me kalu. Dimrit është e pamëshme, kësajt me dalë, veç... Po që shja bojnë për shumë këta banorët, familje që Jo, nuk ka banorë këtu, mos ka, do me thonë krejt që kanë... Po që merren me blegtori, me bujqësi? Pak, janë 2-3 shtëpi që merren, po... Edhe ata pjesë... Edhe ata veç bakti që i lëshojnë, do me thonë... Okej, na po vazhdojnë apo i shikojmë edhe pjesë të tjera të fshatit Tërstin. Po, faleminderit. Kështu pra, qysh po e shihni edhe në bazë të pamjeve, një fshat shumë i bukur, që ka mujt me u zhvillu blegtoria, bujqësia, këto është i lanën masdore. Edhe pothuajse është krejtësisht i braktisë, mujna me pa edhe në bazë të pamjeve, do me thotë shpive që kanë mbet. I ka mbullu bari, për shkak se nuk jeton askush këto. Edhe për problemet me cilat përballet kryesisht Tërstina, si që është mungesa asfaltimit rrugës, edhe që komuna nuk ka investu as pak në to. Ja pra edhe këto është edhe një shtëpi tjetër e pabanueshme. Banorët së cilës se kanë shumë, do me thonë kryesisht janë shpërngull në Mitrovic, në Vështre. Selim, shumë vend i bukur, do me thonë pamje që të lëm pa fryme dhe mu braktis mos kaq të madhe, do me thonë ky vend, është e dhëmshme. Po, ashtu është, na presim shumë edhe për kësaj qeverie, do me thonë, që na mbështet për shembull me infrastrukturë, edhe me ndihma diçka për fshatin, këtu ka mundësi me blegtori, me bujqësi, me pemë perime, do me thonë, mundet ky fshat është shumë i gjallë. Qysh, si që e shefni për shembull kjo pjesa këtu, është pemë krejt, po është në anën tjetër krejt pemë, krejt janë me këtu. Do me thosh është pak e dhëmshme me po një vend kaq të bukur, këtë pjesë për shembull, ti jeton nëpër betonin, nëpër ngushtica, nëpër Sokaqe, nëpër qytet. Na që jena kone për fshatra për shembull, tjetër qysh jetojnë këtu, tjetër qysh në qytet, integrimi jonë është pak më i zërshëm se jena mësuar një frymë tjetër me jetu. Edhe në përgjithësi ka tunet fshatrat e kanë frymën tjetër. Për shembull se kanë hapësirë më shumë, kanë tash me një banesë, me 2-3 orë çka më bëj për shembull. Çfarë jetese bëhet me familje ose me. Po këtu për shembull, me dashtën e me blit tokë. Sa për shkanari? Po si fshat nuk kanë duhet kështu, do e kanë shit njëri tjetrit, po kështu për të huj halos sorkër kushtu, po me kon diçka valla kushton. Sa? Nashta me thonë s've cekim me shpim veç që do me thonë kushton kësaj, kushton. Kushton do me thonë ari do me thonë. Po se ka të interesum shumë me ble, po presin naj rruga diçka, gjinja me investu vetë kështu, katonart, për shembull, ka në pjesën Mitrovicë është shumë. Për atë arsye kërkush spishet po presin që po vjen ai rrugë diçka.
që me Selim, investu. a ishe këthyti më herë këto, Po, me ndonë me konë që shë këna pas një falë lumëtëri para luftës, isha këty edhe më këty, fshati ka pak pjesë, isha këty edhe vetë, edhe kam interes shumë më këty, se e vetin ma mirë më këty më fshat. Kina tokë shumë, edhe do më thoi ishe këthy. po, isha këty. Pa tjetër se një vend Isha shumë i këty. bukur që realisht, hajde vazhdojnë Po. pak, që realisht do të mu investu në to, për shkak se mundet mu zhvillu edhe turizmi, edhe biznesit, për shembull e kem rastin konkret edhe Jezersin. Edhe Jezersi ka qenë shumë i lanën mazdore, ka investu në asfaltimin, tashmi 3-400 biznese operojnë, do më thonë Jezersi. Këto shumica e shalës bajgorës, do më thonë, fshatrat e kanë shu si pasojë mos intervenimit komunal, do më thonë me rrugë. Po, Edhe si s'ki rrugë ti qysh jeton. Tash është koha me hi me kerr, me shku me traktor, me shku me kamion, me bojt material, s'mon kërkosh një material me qute shtëpia e vete. Në fshatin tonë këtu poshtë, që është si shifet poshtë, Po. i kanë thonë njerit po ta bina materialin për shtëpi mas lufte me njëherë, me helikopter po ta qyne. Me helikopter e qënë një ditë, po që shajnë ata çdo ditë për shembull. Me helikopter po ta qyna me këfar, do me thonë, mi aqu materialin poshtë me ndërtu shtëpinë. Kështu që e kanë transferu ti tërkon, edhe shkaku i rrugës e kanë lënë. Pas, do me thonë, katonarve, për ju thonë që s'ka banor, fshatarët po, do me thonë, po kanë, po thonë që na pa rrugë, s'munu me jetu, s'munu me ba gjallëni, për shumë. E që të e Edhe do problemet. me thonë që Komuna gjithë po thotë që së kërkush, për që më javë që rrugën. E që shtë me ndërtu diçka pa rrugë. Fillimisht rruga tani, ndërtimet e sanë. Kështë lihet në mëshirë të fatit, banorët thonë s'ka rrugë, komuna thotë Po. s'ka banor edhe... Po. Kjo, Kështu ka shife, mbetur 25 stina. vite, do me thonë, për një rrugë, kjo është katastrofë është, edhe nuk... S'ka koment që shtojnë. Na, për i marëm dë pamje dë kështu, ama... Po, se kjo shumë s'ka vendi as- bukur kjo edhe fol përse vet. edhe njerëzit ta shëshojnë alo ma mirë. Ne për qytet, çdo 4 vjet i shtrojnë Po. rrugët. Veç për arsye me fitu të ndere, me fitu këtu një rrugë për shumë kohë gjatë nuk e hjeku, nuk ja mundsojnë fshatarët për shkak këthy. Tash jena mi Po, këshyrë edhe rrugët në për të cilat kalojnë, dhe me thonë, ata pak banorë që kanë bet këto, edhe po vazhdojnë edhe. Ja, pra mishtemi dashur, na nuk jena as në Bangladesh, as kërkon, po jena do me thonë në Tërstejnë, edhe këshyrë në qëfar rrugë, na për shët rrugë, kalojnë 2-3 familje, do me thonë me kere, qka mujnë, as mujnë heq. Se krejt fshati u met peng vje kësaj rrugë. Do me thonë, Do me thonë qëtë rrugë mundohen me kalu veç makinat. dru ose diçka të rëndësishme që vinë ka një herë kështu se s'munën me për shembull me pas transport përditshëm këtu s'munët me qarkullu. Si që shifni është shumë tapit dhe madhe, edhe veç zhavore që kanë shtru Po edhe këtu këtu ka si po bjen shi gjatë dimit, probleme dhe me ecë. një shi krejt ka e prish. Se Lima me kalu as me kira, as do me thonë krejt fshati gjatë kësaj rrugë janë, për çit rrugë, janë që shtu e kalon komuna, që shpi shifni, Do me thonë krejt shoti na për që krejt fshati rrugë është shit kalon. rrugë, po. do me thonë. se vlen mu cek prap që Tërstena nuk e ka as një rrugë të asfaltume. Është veç një Veç pjesë një në hymit pjesë fshatit. veç atje, po. një pjesë Po tjetër. knina Mirë, po ka këtu familje, këtu ka është shtëpi. shkolla, këtu Po. poshtë është shkolla, edhe krejt fshatri shtrihen dikun 7 lagje përmes kësaj rruge. Kështu që s'kan hyrje tjetër ka, edhe që shpeshifni që gjendje, sikur me lavru diçka, është shumë problem, është 7 pite madhe, deri në art, dikun 500 metra është gjatësi kjo, krejt Vallai. për pizze. është për më ardhur, është për të ardhur keq, se unë e thash edhe më herët, këto në kom, ka probleme kalu, Është shumë problem, shumë problem. sidomos kur Komuna nuk e ka marrë parasysh Vjen heq, burë, po. s'pi merr parasysh është na po jetojnë në Kosovë tash mos më gjinë qytetarit komuna është shumë problem. na po pagujna taksa, jena do me thonë qytetarë të vendi edhe janë gjonat që do të mu investu, do të me u pas parasysh, po jo a keni bë kërkesën komunë. Kena bo kërkesë Komunën e shumë herë, Mitrovicës, po. çdo herë katonar krejt kësaj këtyre lagje kanë bo kërkesa të ndryshme, janë mënu në mënyra ndryshme, kanë investu dhe vet anak, do me thonë, kanë pru bagera, kanë gryje, po kryesisht ajo që duhet me investu komuna nuk ka marrë, nuk ka pas. Qa po dhe interesat e komunës që shikon, Komuna ose e Mitrovicës. Komuna e vlen Mitrovicës. më cek, po.
Okej, Këtu do të familjet thonë si janë rrit, pasojë. këtu edhe shtëpi janë bo, po tash ka shumë, tash janë rrit, familjet janë rrit, secili kish pas dëshirë me ardhur këtu me investu, me punu. Ka poshtë, ka tokë, hapësirë shumë, ka tokë, ka shkolla, kanë mundësi me zhvillu jetesën do me këto thonë, me me jetu. zhvillu, me Po ndërtu. do të thotë që si pasojë e kësaj rruge, e kanë të pamundur me u kthy edhe me kontribu. Problemi është e rruga. Fillimisht e rruga është problemi. Rrymë edhe ashtu rrymë, s'ka të shtylla elektrike që kanë dronit, ato i kanë hiq. Do me pas as energji elektrike nuk ka në këtë fshat. Edhe rrymë nuk ka këtë fushë. Kështu që e lone pas dore nga komuna. Do me thonë këto jena në shkollën e Tërstenës, e cila deri para 5 viteve ka qenë në funksion, do me thonë funksionale, tash është të braktis plotësisht. Po, tash qysh për shefi, do me thonë, këto me pas banur, nuk e di qysh vinë me majtë mësim, Jesën do me. në këtë gjendje kështu, s'ka rrymë, s'ka ujë, Ruaj e shkollën. pare në vu, si që shifni edhe vetë, çdo vend është e shkatruar drejtare. Ti e ke kry vetë shkollën Po, fillore këtë këta. në shkollë. Çfarë nostalgjie po t'jep kur po i Kjo shef? mi kujton gjitha, do me thonë trinis, se që na kanë si fëmijë, është shumë interesant. Mirë, po kur e shon këtë gjendje, kjo është për dhimbja, dim, kjo është për të ardhur keq kur e shon këtë gjendje. Edhe çfarë gjendje ka në shkollë e re, shkollë e mirë, ka pas në sensa. Tash plotësisht e braktisën. S'ka më me thonë që tu nduket, që shumë kanë si fëmijë këtu s'kan bërë kur farë ndryshimi, këtu banka këtu, po më kujtohen si nuk i kanë renovu kur, as me ndru kur, hiç. Do me thonë, As këto më banka lyp, janë s'ka. 6 vjetra deri Po, para luftës, do me këtu janë thonë. para luftës, do me thonë, këtu banka besoj që para luftës që shtu janë kam, edhe sakt si po. Kur farë investimi këtë shkollë se bërë. Adam Zama, Edhe për e këtu shenë po, këtë gjendje. kështu krejt më kujtohen që i kam, do me thonë, jetë këtu. Apo Adam Zama, kur për Këtu shenë. kon paster, kon kja qëtë që shumë me thejra, drejtaret, kon paster anina e thërt, ke mujtë me dalë me lujtë të kolla e shkollës. Tash është e rëthume me majnë, me thejra, me... Si që përshemi këtu... Këtu jenë të lanë pas dore, dhe me thonë nga komuna, nga institucionet, nga Ministri i Arsimit. Kjo është të mërkshtë me konë. Veç një thëmi, hiç fëmijë mos me pas të, do të një mirë mbajt, mi bo një rregull këtu, për arsye më kthy fshati, më kthy fshatarët, më kthy banorët këtu. Kjo është mërkshtë, mërkshtë. është për morë të keq edhe po më dhimbet që ka në këtë gjendje. Po ty apo Se Dan cili Zama fshatari si këtu, nxënës? dhe me thonë, një jetë keq, kur e shën këtë gjendje, edhe i huj me konë, çka do të qoftë, kur e shën këtë gjendje, është e dhëmshme, se e shkollë, për shkak që edukohen fëmija, kanë shpresë njerëzit më kthy në fshat, kur e mendon që s'ka shkollë, s'ka rrugë, këtë gjendje komuna s'interesohet absolut. Kjo është e rëndë për shoqërinë tonë, tani thujnë po dalin gjinja jashtë. Ka një herë menoj do të më nis natën me ikë. Pse po shike fjala? Jo po pse, çdo kun shkon njëri për të kushte më të mira, të merr shteti parasysh, këtu shteti s'merr parasysh, do të thonë, është puna që komuna, këtu desh tash ja pishene, kjo po shihet, diçka që shihet, nuk ka nevojë edhe shumë hiç për me fol. Këtu po shihen çur muret. Këtu edhe tash që kanë praktikë të dosh më renovu, me pas ndryshim, me pas ujë, rrymë, toalet, kjo s'ka kur gjë. Edhe nuk e di që shumë kanë viju mësimi këtu, çfarë gjendje. Kjo është merr është. Krejtësisht të shkapur. Shumë faleminderit për juve që keni dalë me vizitu këtu. Jeni ndoshta gazetarët e parë, kështu që jeni dalë me vizitu këtu këtë vend. Është i lënë pas dorë shumë. Është e rëndë kjo, është shumë e rëndë shumë në këtë gjendje. Po i shohim edhe këto mbi shkrimet në shkollën e Tërstenës, ruaje shkollën. Kjo shkollë realisht është dashmëru, për shkak se ka pas nxënësa, ka pas banor, po për shkak të mos investimeve nga komuna edhe shteti kryesisht, nuk është që është ru, edhe nuk është që është pununta. Një shkollë shumë e vjetër,
këtu po e shohim edhe një kilos. Po besoj edhe ata që e shohin i krijon edhe nostalgji, pema e vitit 3, dhurata, autobus, ora 2, ora 3, ora 5. Punimet që i kam bë edhe nxënësit, do me thonë për nderë të festës 28 nëntorit. Po besoj që tashtë edhe ata që i kam bë këto punime, i krijon goxha nostalgji me i shiku sot prej kamerës. Edhe kë, e pas ka marrë një të lumt. Hajde vazhdojnë në pjesët e tjera të shkollës. Selim, ç'është po njihesh kur po e sheh shkollën që i ke kry, domethënë, shkollën që i ke kry mësimet në këtë gjendje? Unë po njihna shumë keq, si çdo qytetar që njihet kur e shën këtë gjendje. Mirë po, prap komuna është fajtore që s'ka investu, do me thonë, s'ka bo një rregull, një mirëmbajtje, një pas një asistent këtu mi bo mirëmbajtjen, do me thonë, shkollës. Ose në investim, renovim diçka. Është realisht për morë keq edhe dhimbset për shkak të problemeve me cilat Tërstina është përballë, si pasojë mungesës të infrastrukturës edhe problemeve të tjera që ky fshat përballet. Banorët e këtij fshati janë detyruar me lëshu vendin edhe me braktisë, domethënë krejtësisht, edhe me lënë në gjendje kaq të keqe fshatin, si vendi. Po, domethënë si pasojë rrugës, si s'ka pas rrugë, s'kan mujt me ndërtu, edhe s'kan mujt me bë jetë këtë fshat për shembull shkak i rrugës. Tani kanë lënë edhe shkollën pasdore, edhe kanë braktisë tërësisht fshatin banorët. E tash kjo gjendje është si pasojë mungesës nxonsa, s'ka banor, s'ka mbikëqyrje as nga institucionet nga komuna, domethënë, edhe e kanë lënë pastore. Është edhe mshme kjo në këtë gjendje që ka mbajtur kështu, shumë edhe mshme. Fillimisht kjo dashur më renovu, me pas ujë, me pas rrymë, me pas kushtet elementare rrugën, infrastrukturë që s'ka, është problem. Këtë gjithë fshati jemi zhgënjur me komunën që nuk ka marrë kurfar ndërmarrje as për rrugë as për shkollë. Kjo është shumë e padurueshme është kështu. Po, s'kena çka më vë. Dohet kështu me shpresa. A ki shpresa që ka marrë një ditë që nështë kanë më rregullu dë gjana? A ki shpresa që kjo shkollë ka me hapë? Na me shpresa po jetojmë, po këtu po më jenë trona. Do me thonë, na me shpresa të në kuhën këna jetu që po na shtrujnë rrugën, e bon një renovim këtë shkollë, i kthehen njerëzit fshatit, janë me, do me thonë, me përkushtim plot, për shembull ka njerëz që kanë qef më kthy, po s'kan mundësi. Edhe kështu këtë gjendje jetë, fshati, tukat, malet, do me thonë shkolla, gjithçka që përshihet. Krejtësisht. Sa vëllai përshtypje mu ke edhe që kjo që me datën 4 gusht 2024 e ka vizitu Ernisi dhe Denisi. Do me thonë sigurt kanë qenë edhe ata banor t'i vendi. Fshati vinë, vizitojnë, edhe e hiqen një farë malli, një farë, po kur vinë veç pohan ma të vrasht njerëzit se e shen këtë pamje, sikur Serbia u konë përpara Serbi, po ka investu këtë shkollë, ka punu, në atë ku kanë punu para luftës, u konë e rej, unë e si nëzënë si u konë me gjithë shka në regu, tash, do me thonë njerëz tonë, komuna jonë, shteti jonë, milon këtë gjendje, është e ronë, kësha pas që veç me marë pamje, edhe po mjetë folin vetë, të shohin Ministria e Arsimit, Sindikata e Arsimit, Komune Mitrovicës, të shohin çfarë gjendje, edhe të shohin si përna thojnë, jekni lëshu fshatin, e kanë fshat s'ka rrugë, s'ka shkollë, s'ka elementare që do të me kry komuna. Shmos me lëshu fshatin, kur një rrugë nuk ka qenë gjendje, dhe me thonë komuna më shtru. Edhe ju keni qenë detyruar për shkak se kushtet realisht nuk i që shullëtajnë. Është jetë e ronë, në qytet ki rrugën edhe po është këgja një sfit me jetu, se për shembull këtu në fshat që nuk mundesh me mbi jetu pa rrugë, pa shkollë,
rrym, pa ujë, këto gjana këto s'janë përfil kur. Kur pini na për debatet të folë për tramvaja, për ato, për këto? Po, në për debate kur për ndëgjojna në tëve, për shembull analista ku ta di njerëz të shkollum, bojnë beseda qysh me ndërtu për tramvaje, për dësene që ka popullin ashta ka nevojë më me vonesë. Kështu që na për këto elementaret vujnë komplet fshatit 80 shtëpi, tash janë shumë, mundet me konë nashta për 150 shtëpia më shumë. Vujna për sen elementare për një rrugë, për një shkollë, renovim shkollës, për një transport, për rrym, këtu s'ka rrym, s'ka rrym. Shkolla dhe me thonë që kjo shkollë, s'ka rrym, ujë, infrastrukturë. Edhe e the shumë interesant, po flasim për gjona shumë të mëdha, në këtë rast vlen mocek edhe që bota po ecë përpara, gjithçka po sillet rreth teknologjisë, gjithçka me inteligjencë artificiale. Kandidatët për kryetar të komunave premtojnë tramvaja, ato këto krejt në rregull, por shpresoj që bëhen. Ama ka fshatra të Kosovës, si kjo që jemi sot, Tërstena, që nuk ka as asfaltim të rrugës. Edhe limo gjonat e tjera, dhe me thonë as rrym, as transport, as që bëhet fjallë, ka me kalu transporti këni. Adin është e dhemshme? është e dhemshme, çdo fshatar që vjen këtu e sheh këtë pozit shkollën, e sheh rrugën, kthehet i dëshpërum, i natusur, nervozohen njerëzit, ju dhimbet veni, edhe çashtu e kalojnë, vinë, kthehen, shohin gjendje shumë të keqe, pa rrugë, pa shkollë, pa. Kjo është e rënë për neve, për fshatën tonë shumë e rënë, edhe ka fshatra plot, nashta kështu, po kjo është kjo pjesë është shumë e lënë pas dore. Këtu ka tokë pjellore shumë, ka hapësirë shumë, fshati shumë i madh. Tash jemi do me thonë në shkollën e Tërstenës, e cila deri para 5 viteve, kjo ka qenë e mbushur me fëmijë dhe me nxënës, edhe sot është krejtësisht e braktisur, është e mbuluar nga pluri, nga merimangat, për shkak se nuk i vjen mësimet askush në këtë shkollë. Hajde të hym brenda dhe t'i shohim pamjet e saj. Këtu do me thonë kem të bo gjirëna për Tërstenë, këtu jemi edhe të varezat e fshatit. Po. Pas ka varezat që janë shumë, vare që janë shumë të vjetra. Prej 1900-ës do me thonë, ka vare këtu. Ka këtu prej të parëve tonë janë varezat shumë të vjetra, do me thonë këtu ka mbulume edhe me thera që kanë mbulu, tash këtu fshatarët i kanë krastit, ka pak që i kanë hek, i kanë pastru, mirë po ka mbulume që janë, ama janë shumë të vjetra fshatit që janë kanë këtu. Ka shumë pjesë që ka vareza shumë, se është fshati më që fshati madh, po kështu kanë mbetë edhe këtu. Tash po vazhdojnë edhe në pjesë të tjera të fshatit Tërsteni, vend jashtëzakonisht i bukur, po që thjesht do një investim edhe prapë mos përsëritemi shumë, por realisht mendoj që duhet me përsërit, ko pas kohë, për shkak se rruga është e pasfaltume. Ju kisha lutë edhe komunës për shembull mi pa këtu pamje, mi pa këtu do me thonë këtë gjendje, me intervenue, me na mundësu pak me jetue, me vizitu, me gjallnu njerëzit, me i shfrytzu tokat. Pse jo pas disa viteve edhe mu këthy dikush edhe me rinjallë prapë këtë vend? Mëj me thonë dikun 50% e fshatit mundin më këthy me pas infrastrukturë mirë, shkolla, me pas pak transport, këtu mundin më këthy krejtë, se secili ka atë andrën më këthy, secili, që bisedojna, që kontaktojna, këta kanë andrën më këthyje, po e pa mëshme, si të hyjna në hymjet fshatit këtu, s'mon kalon për e rrugës, dhe me thonë, që s'mon kalon. Po, Selim, a jeni harrumës njëni tjetri, tash se cili kënë vazhdojtën e jujtë, cojni dojnë Mitrovic, kështu largu, po, sa i përket kështu, se pjesërisht janë zhvendosëm, Voshtri, Mitrovic, Prishtinë, jashtë janë dalë njerëzit, për atë arsye po, më mirë, po kështu si kësi, po, kena kontakte, kena kështu, do me thonë, po. Shumë raportet mira kena me fshat, po, është puna që prej komunës jena të harrumë. Po vjen shumë keq. Po vazhdojmë. Pra miq të mi dashur, kjo është rruga në të cilën do të me kalu banorët e këtij fshati. Nuk ka absolutisht as investim, as asfaltim, nuk ka asgjë, edhe realisht shumë e vështirë. Po sidomos pjesën e dimrit, po besoj kur vjet dimri, kjo është krejtësisht e pakalueshme.
Kjo është një varrezë ndërluftës dëshmor që vëro i një tjetër fshati, i fshatit Vidishiq. Kanë rregullu këtë varrezën e tina. Po, Këtu do me thot tash jemi në zemrën e Tërstenës, kryesisht jena në mes të fshatit Tërstenë. Po, Apo na folëm shumë, diskutum për problemet me cilat përballen, po çfarë fshati është Tërstena? këtu jena mahallin Aslani, do me thonë kulla e Sherif Tërstenës. Po që ka Kulla e qenë? Sherifit këtu është. Këto shtëpitë që ishin më që i kanë kallë gjatë luftës, janë metë, do me thonë këtu veç janë ardhur shkatërrue. S'kan mujtë më renovu, do me thonë, si pasojë e rrugës. Edhe kanë mbetë kështu janë gërmadha, krejt. Lop, do me thonë Po. bajti, që Tu- kryesisht e folëm pak ma herët, që jetojnë 2-3 familje që merren me blegtori. Po. Ata nuk mujtën mi taku hala, shkak se ndoshta e nxon në fund të tyne, po një vend shumë i bukur, një vend me një natyrë jashtëzakonshme, shumë piktoreske, shumë vend i bukur, edhe mu lën kaq shumë pas dore, është realisht e dhëmshme. E dhëmshme, kjo krejt shkaku i infrastrukturës, tu kanë mbetë krejt të shtëpi, pa renovu, Në janë mbetë gërmadha, tukat, pa punu. Kjo gjithë shka mbetë shkaku i infrastrukturës. do me thonë miqtë e mi dashur, krejt të bukuri kjo që pjesa ka këtu të është shiku kulla e- pash, Sherif Tërstenës që është janë ka betë, qenë luftar. janë betë veç histori, për shkak se si jeton askush këto, veç për shkak një rrugë, që nuk është asfalti rruga. Si pasojë që asaj rrugë janë detyruar njerëz me lshu vendin. Po, shkaku i rrugës. Krejt, Po. krejt tu janë shkaku i rrugës, pasojat kanë mbetë fshati krejt. Gërmadh, thuje, bile këtë fshat e patën qujt njëherë muze. Fshati muze, arsyeja e jo investimeve, i shkatërimit total, kështu i shkatërum. 2 herë 2 ofenziva kanë kallë këtë fshat. Kjo kulla e Sherif Tërstenës këtu. Pse ndërtimet kështu me gur? Po kryesisht gjithë fshati shumicën janë me gur arsye se nuk kanë pas mundësi transporti kështu për me diçka material ndryshëm, mirë po i kanë në atë kohë që kanë ndërtu edhe deri vonë krejt me gur, krejt janë me gur kështu të shtëpijat. Arsyeja e transportit edhe që s'kan pas mundësi me bë transport. Shkaku i Fakti që rrugës. janë shumë të vjetra Edhe të dhe vjetra, po. realisht. Selim, a dhem zemra kur e sheh një vend në të cilin ke jetu shumë vite, edhe sot e sheh që nuk e ki as edhe një zhurmë të një njeriu, se është i braktisën. Na të gjithë Qysh nihesh? jena, do me thonë, ne kena me dhimbjen për këtë fshat. Kështu që po nihëm shumë keq, nihëm që s'munëm i shfrytëzue, s'munëm me dalë, me ndërtu, me renovu, me punu. Gjithë fshatarët e kanë njëjtin hall. Kjo është shumë e rëndë, do me thonë, që këtu mure, këtu, që ka këtu që përshijen. Krejt janë familjarët e tyne, janë që munën me investu, pak me investu, me dalë, me thmi, me familje. Këtu janë e pa mënshme është që për shembull në atë pjesë atje duhet me dalë rruga. E pa mënshme me dalë me depërtu, që s'ka rrugë. Është problem. Si pasojë e një rrugë, ka mbet gjithë Po, kjo bukuri e gjithë kjo bukuri, natyrës, gjithë kjo investim që u bë. në këtë gjendje, Këtu kanë jetu afër 80 shtëpi për shembull. edhe sot nuk jeton Po, askush. sot Rresht askush. 2-3 familje që merren me blegtori, edhe ato her po her jo. Po. Edhe ato kanë ndërtu po shtëpia, pritet ata me lshu. Kujt po i drejtohesh sot, Selim? Vetëm komuna i ka këtu obligative, do me thonë për një Komunës së rrugë, Mitrovicës, komunës së Mitrovicës, do me thonë është obligative me bë rrugën, me bë atë pjesën elementare që i takon, edhe më kthy fshati, më kthy namë në përprona, më kthy me investu, me punu, tash familjet janë rritë, se cili ka qef diçka ma shumë, me dalë, me relaksu me thmi, me dalë fshat vetin, vend lindjet vetë, kështu që komuna. Komuna i ka ndorë dhe gjana dhe realisht Po, përvën këto një mbeten thirrje prej që komunës. kur vjen një kohë, mundi më kthy, se ti ki kontakte Po, dhe biseda shpresojmë, dhe me po. banorët e tjerë të Po. fshati. Edhe po besoj që ishin kthy edhe ata, ndoshta jo për gjithë, po sa për me kalu ndaj vikend ose diçka.
Po edhe të njëjtën kohë vlen Mocek se është edhe atraksion shumë i mirë edhe turistik, se ka pamje piktoreske, natyrë. Është vend i shumë qetë, faqe ka dhe ujë, shumë- ka po. gjelbrim, ka mal, ka tokë shumë, ka është hapësirë e madhe kështu. E tëra mbet shkaku i infrastrukturës. Tash mbetet e shihet për i komunës ku që marrin masa diçka për rrugë për këtu. Është interes edhe i shtetit, nuk është veç interes i katunit, po edhe i shtetit. Do me thonë këtu është interes edhe i shtetit, interes është edhe i komunës. Tash edhe smunjet janë për shembull që kur jeton në fshat, han bio, është nuk ka rrezik për smundje, për këto janë Sot jem t'u i interese blej përgjithshme krejt që me animu komuna, me animu për shembull, me bë rrugë, me bë infrastrukturën. Këto janë intereset shtetit, pikërisht në komunës shtetit gjithëve, qytetare. Po, se sot për shembull te thashë mirë edhe çuri këto toka janë me të papunu, janë Po, me të nuk batat, punon çmimet krejt, po rriten. janë me të gërmalla, janë me të shtëpiat, tokat, krejt kjo hapësirë që shihet, është si pasojë shkurt e komunës. Çmimet po rriten ditë për ditë, se sot kërkush nuk mon lop, nuk mon... Jo s'mojnë bie diçka nuk kur i bie gjithçka se, është po. import, eksport këtu që janë krejt. Edhe si janë masanena, bio, po do të me blej po. gjithçka dhe po jem detyru mi blej, se s'po mbajna. Dhe me thonë si pasoj që s'mbajmë as lop, as nuk merremi shumë me bujqësi, po rriten edhe çmimet dita ditës edhe. Po, fakt është ajo se rriten çmimet, vinë produktet për jashtë, për shembull, gjithçka është eksport që vjen për jashtë. Edhe ato tash afate, pa afate, këtu, dhe me thonë për qytetarët janë më dëmshme, bio s'ka kur gjë tash. Jo smundjet, jo inflamacione ndryshme, për shembull, po psojnë shoqëria, po psojnë fëmija, për shembull, gjithë shkapi. Në tjetër kur jeton natyrë, jeton me bio, një ambient pastër. Tjetër është kur jeton në grumbull, për shembull, gjithçka që është eksport. Kjo është Edhe nuk e interes, din qa po, po kjo hanë është edhe interes qa po i shtetit për shembull, me pas është interes i komunës me jetu njerëzit në për fshatra, ju mi braktis fshatrat, komplet një fshat del shkaku një rrugës, e lëshon krejt fshatin, është tër pjesa e shalës shumë mica që kanë shu shkaku i rrugëve, shkaku i gjëra elementare, për shembull, shkollës e rrugës, rrymës. Gjona të cilat mundet me rregullu edhe komuna. Po, komuna pikërisht, po. Edhe jo pikërisht si banori i këtij fshati i Tërstenës, edhe si taksa pagu, si këtij shteti, kërkon me marrë Kërkojmë prej komunën mi marrë parasysh këtë gjendje të harrume, fshat muzej, që kanë qujtë edhe muzej, arsyeja e mos ndërhyrjes me rrugë, me ndonjë ndihmë, me fermert, me i përkrah fermert, për shembull, si kanë përkrah fermert, shumë pak këtë pjesë. Masanena, edhe ata fermer, edhe ata njerëz që dojnë tokën e dojnë bujqësinë janë detyruar me lanë Ne këtë kanë, vend, po. edhe me migru jashtë hala ma keq. Për vendin ton hala ma keq, se ndoshta për të mirën e ty në kështu, a ki diçka të fundit për më na thonë? Jo, faleminderit shumë, dhe me thonë, që keni gjithë kohë me dalë, me pakit fshat kështu, të braktist, lanë pas dore për i komunës. Edhe komuna, dhe me thonë, është ajo, këtë që i përmenëm edhe shpesh, se me pas rrugë këtu, gjithë se cili ki ndërtu, e ki shfrytzu tokën e vetë, edhe që tu jenë arsyet, për shembull që ka nevoj pak me na mbështet komuna, me mbështet fshatet, jo veç to, po në gjithë thanët, mirë po këtu është braktis tërsisht. Për çka një Tërstena, Selim? Po Tërsena njihet me shumë mira për shembull që ka fshati, plus Përveç asaj bukurive, po. ka edhe njerëz të mirë për shembull që janë si që kanë edhe luftëtarë Sherif Tërsena me ata vllazënillahun e vet që kanë gjatë luftës 40 vite 40, domethënë deri në vitet 50. Kështu që është jeton Tërsena, është Selvete Tërsena, këngëtarja, bën tritimi, ka artista, ka Edhe me Butrin thonë, Timiri po, është prej Tërstenës, po. domethënë ka prej ardhen. Po, edhe ka shumë, kështu që kanë bë për shtetin, kanë bë për shoqërinë, mirë po për veti na jena mirë shumë, si fshat jena mirë, për shembull, me gjithë këtë, domethënë gjithë këtë pasuni që ka fshati, kena mirë si mbyllum kështu, pa rrugë. Po pa rrugë dhe si pasojë kësaj rrugë jeni detyruar me të shu vendin edhe sot s'kan mbet. Tash janë dikon vërësisht mund me thonë dikon 300 shtëpia më shumë janë që janë zgjeruar në Voshtër, Mitrovic, dikon
minimum 300 shtëpia në poshtë në për qytetet qendrore. Po vazhdojnë në pjesë të tjera. Do me thot tash ti jena të një pjesë tjetër e Tërstenës. Ku Po, jemi këtu jena saktësisht? është lagja i Bishi këtu që jo. Lagja i Bishi, ha? Pjesë. Sa shtëpia do më thot ato 2-3 shtëpia që banojnë Tërstenë, banojnë atje. Shtëpi ka ma shumë mirë, për kanë braktisin dollë, dhe me thonë. Janë, me thonë, ja 2-3 shtëpi tash shofërsisht. Që banojnë endë. Që banojnë, po. Këto që banojnë, punojnë, kësajde, unë dohen me gjallë këta, mirë po. Se di, po mje shumë të bukur, Edhe këta ka nevoj për rrugë, hala, kanë nevoj për rrugë edhe këta. Po, jo, kjo është një tjetër lagje, kjo rrugë një tjetër lagje, këta absolut s'mur me dalë, kështu është shumë ajo është e braktis total kështu. Ku e kanë rrugën për me... Ata lidhen atë pjesën tjetër, që e vetë një lagje është që kanë asfalt, mirë për kanë shumë, është atë pirë të madhe shumë është atë. E vetë një lagje është ajo që ka lidhet me rrugën kryesore në altë. Se di, dam zamra kur e sheh një vend kaq të bukur me një natyrë kaq të bukur krejtësisht të braktisur, edhe të lanën mazore nga shteti, nga komuna, kryesisht do me thonë për një rrugë që se kanë asfaltu komuna, janë detyru me lëshu banorët e këtij vendi, edhe mos me jetu mund të shtu. Pikërisht arsyeja është tek komuna që nuk ka investu, dhe me thonë, edhe e kam braktis tërsisht këtë fshat kaq të mirë, kaq të mrekullueshëm, me të gjitha të mirë, po arsyet janë që infrastrukturë nuk ka. Faleminderit shumë prej teje. E gjithashtu edhe për juve. Faleminderit. Pra miqtemi dashur, kaq kishim prej Tërstenës së Mitrovicës, një fshat shumë i bukur me super natyrë, super pamje, vend ku mundet mu zhvillu bujqësia, blegtoria, është i lanën pas dore dhe i braktisur plotësisht për shkak të asfaltimit rrugës. Do me thonë këtu mungon infrastruktura që është gjoja alimentare që mundet me zhvillu, do me thonë edhe jetesën në këtë fshat. Sot në Tërstenë nuk jeton askush, përveç janë 2-3 familje që merren me blegtori, edhe ato 2-3 familje herë vinë herë shkojnë, edhe është shumë e dëmshme edhe ndjesi shumë e keqe kur e sheh një vend kaq të bukur me gjithë këto pamje të braktisur kështu plotësisht. Deri në episodën e ardhshme, miru takofshim.